duhet me bë një diplomaci shumë aktive në mënyrë që ti të jesh në qendër të vëmendjes të këtyre vendeve. Kur ti je ambasador me një vend, kur ti je ambasadore në një shtet. Dhe kjo është ajo pozitiviteti që mundet të bëjë një shtet, që me një shpenzim shumë të vogël, me një ambasadë shumë të vogël, me 2 zyrtar, me një ambasador dhe një diplomat, domethënë 1+1 që quhet, mundesh me përfaqësu shtetin tënd në atë vend dhe në shtetet në rreth saj, duke qenë prezent në çdo event kur je ti atje. Shembull, nëse nuk teprohet, në takimet që i kisha me zyrtarët në Emiratet Bashkuara Arabe dhe në Katar, kur unë i shpjegojsha që Vučići, presidenti aktual i Serbisë, ka qenë zëdhënës i partisë Miloševićit. Ka qenë ministri i punëve të jashtme ato vite, ishte Dačići, i cili ka qenë po ashtu i partisë Miloševićit. Kryetarja e parlamentit Serbisë, Gojković, që ishte në vitet 2018-2019, ajo ka qenë zëvendës kryeministre në kohën e Miloševićit. Ata u habicën si është e mundur, vetëm Milošević ka shku në hog, dhe sot të gjithë vartis e tij, të cilët kanë miratu politika genocidiale të Miloševićit, janë ende në pushtet. Domethënë ata nuk i kanë ditë këto. Si kanë ditë informata. Domethënë kërkohet që të kesh takimet, kërkohet që ti të trokasësh në dyert e të gjitha vendeve, sepse secili shtet i ka problemet e veta, i ka problemet rajonale, pastaj ato që janë edhe globale.